Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka bërë të aksesueshme për publikun platformën online të Fjalorit të Madh të Gjuhës Shqipe, një nga projektet më të rëndësishme të albanologjisë shqiptare, krahas veprave themelore, Historia e shqiptarëve dhe Enciklopedia shqiptare. Faqja është hapur zyrtarisht prej ditës së sotme dhe ofron qasje të lirë për të gjithë përdoruesit në adresën fjallori.online, si dhe pjesë e një nisme për promovimin e identitetit kombëtar, gjuhës shqipe dhe trashëgimisë son kulturore miravjeçare. Vendimi për publikimin online është marrë me vendimin numër 1 datë 6 janar të Akademisë së Shkencave. Platforma është ndërtuar në mënyrë të tillë që të funksionojë në të gjitha pajisjet digjitale, duke mundësuar lexuesve kërkim të shpejtë dhe ndërveprim të drejtë për drejtë me përmbajtjen e fjalorit. Për një periudhë 9 mujore, Akademia e Shkencave do të mbledh mendime, sugjerime dhe plotësime nga përdoruesit, të cilat do të shërbejnë për përmirësimin e mëtejshëm të kësaj vepre madhore. Më pas, redaksia e fjalorit dhe koordinatori teknik do t'i shqyrtojnë dhe pasqyrojnë këto kontribute brenda një afati 3 mujor. Fjalori i Madh i Gjuhës Shqipe është hartuar nga një ekip i gjerë gjuhëtarësh, redaktorësh dhe korektorësh në drejtimin e akademikut Jani Thomaj, si kryeredaktor dhe 2 zëvendës kryeredaktorëve akademiku Walter Memishaj dhe profesor doktor Shezaj Rokaj. Sipas njoftimit zyrtar, fjalori pritet të botohet vitin e ardhshëm edhe në formë të shtypur në 10 vëllime. Ky botim konsiderohet një referencë themelore për shkrimtar dhe publicist, si dhe për nxënësit, studentët, mësuesit, pedagogët dhe studiuesit, si dhe për çdo që merret me përdorimin dhe kultivimin e gjuhës shqipe në të gjitha format e saj.